Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e pjatës për iftarin e sonte. Sot po përgatisim file të pule, por e di që edhe ju, edhe në shtëpinë time të preferuarat, sidomos gjatë muajit të Ramazanit, janë filetat e pulës me salcë. Sot do ta bëjmë në një salcë pak më ndryshe. Unë këtu kam bërë gati 8 file të pule, të cilat i kam prerë pak më të holla, që të zihen dhe të pjekjen më shpejt. Dhe tani do të vazhdojmë që t'i marinojmë. Për t'i marinuar filetat e pulës, do të përdor një herë hudër, por hudrën preferoj që ta përdor në pluhur. Vazhdojmë të shtojmë nga pak erza të përziera. Dhe tani me duar, vazhdojmë kështu t'i bëjmë njëra mbi tjetrën. Dhe tani, ajo që do t'jep shijen unike, do t'i ban të buta shumë, është kjo salca, sweet barbecue. Mund t'a gjeni edhe me marka të ndryshme, unë përdor nga ky lloj. Me të vërtetë jep një shije jashtëzakonisht të mirë, sidomos mishit të pulës. Shtojmë nga pak mbi secilën njëherë. Vazhdojmë tani me ndihmën e një brushe, e përhapim mbi tërë sipërfaqen e filetave të pulës. Lejojmë që mishi të pushojë për disa minuta dhe të marinohet. Tani marrim një tigan pak më të madh dhe më të thellë dhe aty vazhdojmë që të shtojmë pak vaj ulliri, dikun 2 lugë gjelle. Tani tek tigani me vajin, i cili është nxehur pak, vazhdojmë i shtrojmë filetat e pulës. I fërgojmë për disa minuta në të dy anët derisa të skuqen mirë filetat e pulës. Vazhdojmë në njëjtën mënyrë, i fërgojmë edhe pjesët e mbetura të filetave të pulës. Tani, në tiganin e njëjtë, vazhdojmë shtojmë një lugë gjelle me gjalp. Dhe gjitha shijet që kanë mbetur në brenda të mishit të fërguar. Tani në brenda në tigan shtojmë një qep të bërë në rinde imët. Vazhdojmë e fërgojmë qepën për 3-4 minuta derisa të zbutet pak. Pasi qepa zbutet mirë, fërgohet mirë dhe karamelizohet, vazhdojmë që të shtojmë tani produktet tjera. Menjëherë e shtojmë krimin e kuzhinës ose hoplla dhe në total do të shtojmë 400 ml. Pasi kemi sasit mjaftueshme të filetave të pulës dhe duam që të na mbetet pak me më shumë salcë gjella. Shtojmë edhe një gotë çaji, 100 ml ujë. Shtojmë edhe 150 gram krem djathi. Mund të përdorni krem djathi Philadelphia. Mund të përdorni edhe shmant, pavllak ose ajk. Përzijemi mirë tani derisa krem djathi të shkrihet pak të salca. Tani vazhdojmë që të shtojmë kryp. Unë do të shtoj vetëm një lugë të vogël çajit me kryp. Për t'ia theksuar shijen, do të shtoj edhe pak kopër të thatë. Tjetër, nga edhe shton më shumë, kopër të thatë nuk e matë kështu me sy, por dikon preferisht një lugë çaj. Nëse nuk keni kopër të thatë, mund ta zëvendësoni me nenegjik ose me rigan. Tani është koha kur do t'i rikthejmë filetat e pulës përsëri brenda në tenxhere. Në tenxhere do t'a rikthej edhe lëngun të cilin e kanë lëshuar filetat e pulës duke pushuar pasi janë fërguar. Dhe tani vazhdojmë në zjerje.
Nuk e mbulojmë me kapak, por vazhdojmë që t'i zjejmë kështu zbuluar në zjarr mesatar, dikon preferësisht 10 deri në 12 minuta. Ndërkohë që filetat e pulës zihen, unë do të bëj gati pilafin. Recetën e pilafit e kam paraqitur disa herë në videot e mëhershme, nëse ju intereson që ta përgatitni dhe ta gatuani edhe ju, por ju mund ta shoqëroni me gjithçka sipas shijeve të juaja, duke qenë ato patate të pjekura, patate pire, pilaf ose makarona. Dhe të dashur miq, filetat e pulës tani janë gati. Si në çdo video recet, po ashtu edhe në këtë video do ta bëjmë demonstrimin e recetës nga afër. Dhe pra të dashur miq, pjata për iftarin e sonte është gati dhe siç u thash më herët, unë vendosa që ta shërbej me pilaf. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta gatuani dhe do ta shijoni me familjet e juaja për një iftar të shpejtë dhe të shijshëm. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.